Show! Full Ship Show! Full Ship Show! Full Ship Show! Yeah, let's go. That's it. Full Ship Show. Yeah. Mirëmbrëma, përshëndesim nga show. Full Ship. Guten Abend, middernacht. Mirëmbrëma gjithëve, kudo që jeni në gjithë botën, në gjithë diasporën, shqiptarët e mi të Zvicrës, mirëmbrëma të gjithë shqiptarët në treva tona, kudo që jeni, mirëmbrëma nga Full Ship Show, nga shtëpia e diasporës, shtëpia më e dashur për familjar shqiptar. Kështu që ju përshëndesim sonte, mos u largoni përsëri me një emision shumë të mirë dhe me personazhe interesante, ku do kemi të kombinuar përsëri sport dhe art. Apo jo? Dhe reportazh. Një mix të veçantë sot. Mix i veçantë. Kështu që yjen nga diaspora shqiptare. Themelet dhe baza e Full Ship Show janë nga promovimet e vlerave të diasporës shqiptare, kështu që do kemi yjen nga diaspora. Edhe sonte, yjen nga diaspora në Full Ship Show. Do kemi një vajzë të talentuar në futboll, realisht luan edhe me FC Arau U16, por edhe me Shqipërinë Kuqëzi me U15, Ja, Shqipërinë me U15 me trajnere Daniela Kodra, do më thonë të ne përmene emrin Daniele, sepse ta mon hatrin pastaj. Kështu që përveç se do kemi Anita Boçaj, pra një futbollere, një vajzë 15 vjeçare, 14 vjeçare. Do kemi edhe muzik. Një këngëtar i cili është për herë të dytë në emisionin ton, Ilir Ukaj quhet nga Gjakova, nip i këngëtarit të madh ish Agostin Ukaj, një rapsodi i mirënjohur që realisht ka bërë bujë me muzikën e tij. Edhe vazhdojnë të jenë këngët e tia të dëgjuara dhe trend, kështu që mos u ndani se do kemi edhe një reportazh shumë të mirë. Përpara se dalim të reportazha dhe tek mysafir që kemi, herë si fillim dua t'ju uroj të gjithë shqiptarëve të keni një vit të mbarë dhe një start të mbarë për gjithë shka që vazhdoni të keni në plan për 2025-ën, edhe marash duam të falenderojmë me gjithë zemër partnerët tanë. Patjetër. Faleminderit shumë IBAS. IBAS ist eine von der Zentralbank des Kosovo lizenzierte Finanzinstitution, die internationale Geldüberweisungen anbietet. IBAS ermöglicht über britische Bankkonten den Zugang zum SEPA-System, wodurch schnelle Geldtransfers zwischen Europa und Kosovo zu einer festen Gebühr von nur 3 € durchgeführt werden können. Faleminderit shumë IBAS. More nuk e di, a e kam në plan një IBAS-in, ja ku është IBAS, aplikacioni IBAS. Ja, unë po e marr, a merret kështu apo jo marrash ky IBAS-it? Me bo mu dridh, e qënë katë dush. Ja ku e keni IBAS-in. Kjo është aplikacioni IBAS. Me këtë aplikacion, të dashur qytetarë anën banë kudo që jeni, mundeni me marrë kredi online. Mundeni me transferu para prej diaspore, prej Europë në Kosovë me kostën 3 €. Mundeni me shkarku aplikacioni IBAS dhe me pas gjirologarin tuaj se cili familjar që është mbi 18 në Kosovë apo gjithandaj në Europë. Mundeni të paguani të gjitha faturat e nevojshme më IBAS, të elektrikës, të ujit, të gjitha faturat që doni me i pagu edhe me kartel. Mundeni nga IBAS, por në qoftë se keni dëshirë që transferat e parave që u dërgojnë nga diaspora doni mi tërheq kesh, mundeni përsëri me shku në filialet e IBAS mi tërheq kesh edhe i keni. Për ndryshe, IBAS u asjell të shtëpia. U asjell të shtëpia parat. Në qoftë se dikush i transferon, të dera shtëpisë u asjell të gjitha parat që ju transferoni. Faleminderit shumë IBAS që jemi Full Ship Show.
Faleminderit shumë Pristina Ticket. Pristina Ticket, der größte albanische Reiseveranstalter, bietet Direktflüge von Basel, Zürich und Genf nach Pristina an. Im Ticketpreis sind Sitzplatzreservierung, Check-in, Handgepäck und 20 Kilogramm Gepäck inklusive. Faleminderit shumë Pristina Ticket. O gjiganda, dhe një me fluturu pa turbulenca. Kretë shqiptarë që t'hypin në aeroplan, njoni rritu u lut, tjetri t'u fal, tjetri t'u bo kryq, tjetri t'u bo duo, edhe thojnë inshallah shkoj mirë. Me Pristina Ticket, vlo, shkon rahat, pa turbulenca, lirë dhe mirë, ja mush aeroplanit lukthin plot me kufera, inkluziv në çmim, me çmim të lirë. E zërzën karriken ku dush vet, karriken. Ulsen aeroplanit ku dush vet, gjithmonë mbrana aeroplanit, mos harrojmë përsëri ta themi, mbrana aeroplanit ku dush, si të parën, dytën, tretën, inkluziv me çmim. Çmimet e keni më lirë sa askund tjetër. Me Pristina Ticket udhtoni nga Cyriu, nga Gjeneva, nga Bazeli në Prishtinë çdo ditë, edhe anasjelltas. Por me Pristina Ticket nga Prishtina udhtoni në 16 destinacione. Mjafton të futeni në Pristina Ticket, gjeni biletat mira të lira me aeroplan të mirë. Faleminderit. Faleminderit shumë Ozone Hair Clinic, die Experten für Haartransplantationen in Pristina und in Skop. Faleminderit shumë Ozone Hair Clinic, klinika e mbjelljes së transplantit flokëve në Prishtinë, me mjekët më të mirë që i ka Stambolli të ardhur në Prishtinë. Vazhdoni të gjithë çelat bëheni me flokë në Ozone Hair Clinic. Faleminderit shumë që jemi me neve, Ozone Hair Clinic. Faleminderit shumë Advanced Dental. Das Advanced Dental Center in Pristina bietet zahnmedizinische Versorgung mit modernster Technologie und einem hauseigenen Labor. Ein erfahrenes Team von Zahnärzten sorgt für eine sehr hohe Behandlungsqualität. Faleminderit shumë. Me doktor Loçkin, Fisnik Mekaj, mundeni me sill buzëqeshjen tuaj më mirë se askund tjetër. Mundeni me pas një gojë të mirë, flasim dhëmbët e mirë, të sigurt, të shëndosh, të mjekuar, të kuruar dhe buzëqeshja e natyrshme. Me dogin më të mirë në Prishtinë, ordinancën ADC Kosova. Stomatologjia më e suksesshme momentit në Prishtinë është kjo, ku të gjitha ambasadat e huaja me mision në Kosovë janë pacient të kësaj ordinance. Të gjithë KFOR-i është pacient i kësaj ordinance me kontratë. Të gjithë politikanët mund të janë pacient të kësaj ordinance. Kështu që buzëqeshni vetëm me ADC Kosova. Advanced Dental Center në Prishtinë me doktorin më të mirë Fisnik Mekaj dhe shumë doktorë të tjerë që janë në këtë ordinancë, e cila përbëhet nga 50 punëtorë. Pa. Schon faleminderit AM Food, Ihr Partner für den Vertrieb von Spezialitäten aus dem Balkan mit eigener Metzgerei. AM Food beliefert Lebensmittelläden, Imbisse, Restaurants und Privathaushalte in der ganzen Schweiz. Faleminderit shumë. Mos ju vinë keq që unë kam marrë një kafe këtu me pi, ju po pini çaj. Ju po pini çaj, valla, unë ta kam me pi një kafe në emision, apo jo? Më takon besoj. Atëherë, AM Food për të gjithë ata shqiptarë që kanë nevojë për të patur, ata që organizojnë festa, mbrëmje, festive, darka të mëdha, kanë supermarkete, kanë dyqanet ndryshme, kanë nevojë për mish dhe për produkte shqiptare, vendlindje, mund të adresoheni në AM Food, fabrikën më të madhe gjigande në Basel të mishit, me një mish cilësor dhe me produkte cilësore nga vendlindja jonë. Kështu që faleminderit shumë fabrika e mishit AM Food me pronar Fadil Jakupaj, vëllezërit Jakupaj, shumë faleminderit që jeni me fol shqipshon. Ju duam. Schon faleminderit M-Transport. M-Transport bietet Haustür-zu-Haustür-Transporte zwischen der Schweiz, Deutschland und Kosovo an und behandelt jede Sendung mit allergrößter Sorgfalt. Faleminderit shumë M-Transport. Prej derë në derë mundeni me i qu mallrat tuaja nga Zvicra, nga Gjermania në Kosovë. Ku këni dëshirën gjithë Kosovën, i dërgoni mallrat tuaja me M-Transport. Edhe nga Kosova i sjellnin në Gjermani dhe në Zvicër, prej derë në derë, të siguruara, të ambalozhuara, të pështillura dhe të sigurta me shpejtësi të madhe. Vetëm me M-Transport. Numrat e telefonit ja u i keni, merrni kontaktet, vazhdoni punën. Atëherë, Mësojmë pak shqip. marrësh? Se shpesh gabojnë. Mungojnë nxënësit. Elena mungon sot. Bëjmë të dytë në nxënës. Mungesë parë me arsye. E kam shkruar këtu, mungesë me arsye, për Mungesë. të shkruajmë që mos i çojmë në një mungesë kështu nga drejtoria.
mungesë arsye, Lena Prega sot mungon si nxënëse për të mësuar shqip. Atëherë, stafi nxënësit tjerë kanë ardhur, Rinori. Këtu. Fatjoni. Kevini. Anita. Bravo, pas kanë ardhur gjithë nxënësit. Iliri. Bravo. Ku je Ilir? Koka dhe Iliri këtu. O Ilir, je gjigant me Ilir. O je I madhe, pasha zotin je I madhe. Atëherë, gjithë nxënësit kanë ardhur, vazhdojmë orën e mësimit me mësues Altinin dhe mësues Marashin. Atëherë, përveç shakave gjithmonë që bëjmë në show, ne kemi një marrëdhënie dhe një bashkëpunim të ngushtë me autoritetin e mediave audiovizive në Shqipëri, me kryetare zonjën Armela Krasniqi, e cila na ndihmon për të zëvendësuar fjalët e huaja me ato shqip. Pra, duhet të zëvendësojmë të gjithë fjalët e huaja që I përdorim në radio dhe në televizione me opsionet që I kemi të mundshme në gjuhën shqipe. Atëherë, Gossip. A nje këtë fjalë? Nuk e njoh. Është anglisht, përdoret shpesh, edhe këtu në gjuhën gjermane ka herët përdorin. Gossip në gjuhën shqipe janë thashë theme. Kjo është fjalë shumë e mirë. Është mirë, Thashë theme. është mirë edhe mos bëjmë thashë theme realisht. Po. Pra, Po nëse bëjmë, me me përdor këtë fjalë. nëse bëjmë thashë theme, mos ja ngjesim gossip, po t'ja ngjesim thashë theme. Pra, thashë theme. Mu morë me fjalë të kota. Pra, në thashë theme gjitë janë njerëzit më të këqij në fakt, por realisht ka edhe duhet të paktën më janë gjitë emrin thashë theme, jo gossip. Bet. Edhe kjo anglisht. Edhe kjo është anglisht bet, ama duhet zëvendësuar me baste. Ma mirë. Nuk ju sugjerojnë për të luajtur baste, por atëherë në qoftë se luani, janë baste, jo bet. Ambigue, ç'është kjo Marash? Anglisht ambiguity ose ambiguous përdoret. Po. E pa qartë. E pa qartë. Pra vjen nga anglishtja. Besoj që po. Okej, zëvendësohet me e pa qartë. Medikament, pra ne kemi diskutuar gjithmonë, I ke marrë medikamentet, s'kam marrë, I kam marrë, do t'i marrim medikamentet. Pra, në Kosovë, realisht në Shqipëri nuk kam parë askund. Të jemi sinqert, por në Kosovë kam parë shumë që barnatore, pra më shqip se sa në Shqipëri. Në Shqipëri quhet farmaci, kurse në Kosovë barnatore. Bravo, më shqip se sa në Shqipëri. Barna janë medikamentet, barna. Atëherë, zëvendësojeni medikamentin me barna. Primar është Shkolla primare, shkolla sekundare, primar, besoj vjen primar nga latinishtja. është një shprehje huaja ku sonte për shembull mund të themi që ne kemi primar një ngjarje apo një mysafir apo një organizim që është primar. Që del për herë të parë. Primar jo. Primar është parsor, pra që do të thotë për mua primari je ti Marash, jo këta të tjerët. Pra, unë du të kushtohem më tepër ty vëmendje se sa të tjerëve. Pra, kjo në kupton primar. Është parsor, pra, I pari je ti. Po. Pra, primar është e huaja, dashur nxënës, mos e shprehni nëpër media apo nëpër radio. Është parsor. Permanent, Po. I përhershëm. Po, permanent është një shprehje huaja, më duket është italisht permanent. Permanent. Shumë gjuhë të ndryshme përdoret. Është permanent, po në gjuhë të ndryshme edhe anglisht përdoret permanent. Mirë, por në shqip është I përhershëm. Sa mirë. Pra, është shumë mirë, I përhershëm, I gjithmonshëm. I përhershëm, permanent. Version është versioni A, B, C, sa versione kemi, çfarë versioni do shkojmë. Pra, version nuk është joni. Du ta zëvendësojmë versionin me variant. Varianti që ka shqip. Po. Pra, variantet ndryshme. Në realisht unë variante e version. Unë më shumë e përdor variant se sa version. Edhe pse versionin e kam dëgjuar shumë shpesh, por varianti është që e përdorën më shumë. Humane, nuk që ka shqip. Interesant. Edhe kjo fjalë përdoret në shumë gjuhë të ndryshme, po sa mirë që e kemi fjalën tonë. Se edhe gjermanë të përdorin human, edhe anglesht, edhe... Kam bërë një gest human. Kam bërë një gest human. Po bëjmë diçka humane. Bie poshtë. Kam bërë një gest njerëzor. Po bëjmë diçka njerëzore. Është më mirë se sa human njerëzore, apo jo? Marash? Po. Këtë javë shumë do fjalë të mirë kanë. Shumë të mira, Njerëzor më pëlqen.
Në vend të humanës del njerëzorja, pra hiqën e humane, po bëjmë diçka humanitare, janë human, jemi human, po bëjmë ashtu, jo, njerëzor. Pra është në gjuhën shqipe. Shumë faleminderit autoriteti mediave audiovizive për këtë kontribut që bëjë në gjuhën shqipe. E meritoni Eduard Rokitjon, big up Fonjonas. Atëherë me mysafirën e radhës Marash, Një vajzë, e cila shumë talent, Anita Boçaj, e cila Marash lunë për kombëtaren shqiptare U15 dhe për FC Arau U16, edhe mduket është për herë të parë në media, nuk e dija ka dhënë një herë intervista, po nuk ka dhënë kur për herë të parë, është ekskluzive e kemi. Pra, kjo është ajo që bëjmë ne. Yjen nga diaspora shqiptare promovojmë. E kështu sonte një yll nga diaspora është Anita Boçaj, e cila do ta kemi këtu për ta pyetur pak se si ka vendosur një vajzë shqiptare për të luajtur futboll në Zvicër me FC 16 Arau dhe me U15 Kuqëzi në Shqipëri. Me Eduard Rokitjon, big up Fonjonas, Anita Boçaj! Mirë se erdhe në Footship Show, Anita. Faleminderit. Anita, mirë se erdhe. Faleminderit Që shumë. shje? A je Mirë. lodh? Jo, mirë. Si ke punët? Krejt mirë. A ke marrë një top me veti sot jo? Jo, sot S'kena jo. një top në këtu jo? Kishim bërë xhonglire. Po, Ha? A e marrë Se kam. topin hiç në kom? po, jo shumë mirë. Jo shumë mirë, pse? Unë jam ma e shpejt në top, po nuk jam A, nuk je xhonglire vetë. Jo. Pra je e shpejt në futboll. Po. Okej, bukur shumë. Atëherë, Anita, për çet punë kena sjellë sonde në Footship Show, je një yll nga diaspora. Ne kena dëshirën me promovu yje sa më shumë në emisionin tonë. E si lindi ideja, Anita, për të bërë futbolliste, apo si erdhi ky talent të këty? Krejt familja lun top, edhe unë kam dasht. Po, atëre unë edhe... Qysh këtë familja luajn top? Mami, babi, Po, krejt. Edhe mami luajn top? Po, edhe mami ka lujt. Për një ma? Shumë. Ka lujt ma mirë si babi. Çaj të folë, more? Mami ka luajt më mirë se babi? Po. E ku sa kon goli? Babi a mami? Mami. Mami goli, ja. Do të krejt familja lunë Krejt, futboll. po, motrat. Krejt. O, për fillimit. Anita, po ta kisha ditë që luni këtë familja, o këtë nuk kisha morë. Këtë familje nuk kisha morë të me nga tregu pak për futbollin. Po, motrat i kanë lanë dhe vllavim. Po, Ah, ishte edhe une. Pra që ka kjo një si themi, tradit familjare kjo futbolli, apo jo? Po. Okej, e ti prej cilës moshë ja ke nis me lujt futboll? Unë ja kam nisë para 2 vjetëve, më duket, po. Para 2 vjetëve. Po, ju 3. 3 viteve. 3 boj, po. Deri në para 3 vite nuk ke luajtur, domethënë, a? Jo, unë njëherë kam dasht me bë atletik, se jam e shpejt, kam pas ma shumë talent, etër ja kam nisë me top. Amo, nuk jem konë shumë e mirë, vish jem konë e shpejt, po, Vetë shpejtësia të kanë Po. ndihmuar. E pastaj ke mësuar trik ata e futbollit. po unë ja kam nisë njëherë me gocat me lujt në FC Mensurajna, po e kam pasë nuk janë të marrë seriozisht, unë kam dash mu bë lujtare madhe, Për fillimit këtë është... po. Në Mencigen. Po, Po, Mensurajna. je antarësuar tek ekipi i gocave, i vajzave, Po. me lujt, po s'kan marrë seriozisht apo jo se kanë marrë topin seriozisht, vish kanë lujt për kanë hajgare. luajtur për hajgare? Po, E ti ke pretenduar pak më shumë apo jo? po. Ke ik prej gocave, ka ke shku? Më kam shku me lujt e djemt. Ke lujt të djem? Po. E qështë kanë prit tani? Çu s'kan prit djem tani në nivojin Kanë që bashkë votë. respektua... Njëherë mirë akon, ama atëre kur jam forcu pak, ka nisë të më thonë, futbolli nuk është për gocat, futbolli nuk është për gratë, ti du të me shku në kuzhinë, me zi. Ama unë nuk më ka interesu, nuk kam dosh mu bëj lojtare mirë, e madhe, edhe kam qenë, po me lujt për Shqipëri, edhe mi kallëzu se jam e mirë. Bukur, atëherë ti ke shku te ekipi i djemve. Djemt kanë qenë krejt Zvicran apo të huaj apo shqiptar apo çfarë? Shqiptar ka shumë. Ka pas shumë shqiptar. Po. E shqiptarët kanë prit keq? Po,
Të kanë prit keq? Po. Ata të kanë thonë mos luaj edhe ikë shko zinë kuzhinë mos luaj futboll? Po. Interesant. Ata tash a luajnë për FC Arau, a luajnë me një kombëtare dikun? Jo, nuk luajnë. Jo. Domethënë vetëm përveç komenteve negative deri tash s'kan arrit më. A shikoni se ndonjëherë gjithmonë ata njerëzit që nuk priten mirë fitojnë në fund. Bravo. Bravo, bravo. E ti çish reagove tani? Çfarë do thosh aty ne? Unë si kam thënë asnjë se që kam keq, se nuk më kanë një. I kam thënë amo trajnerit, që nuk ka thonë shumë, unë kam luajt top, nuk më kanë një. Bravo. Okej. Pra, ke vazhduar për sa kohë ke vazhduar te ekipi? A direkt të cili ekip ke luajtur deri? Në Mencigen përsëri. FC Mensu Rajnach thuhet, po. Po, te ekipi djemve. Po. Pra, e vetëm ja vajzë ke shenti. Po. Kam luajt një vit. Një vit. Po. Pas një viti ç'a ndodhi? Kam shku në Arau, se e kam pa, du mu forcu ma shumë, du mu bë lojtore madhe, mirë, edhe kam shku në Arau. Të kanë kërku apo ke shku vetë ke bo kërkesë? Më kanë kërku një trajner U18 më duket, po. Okej. Domethënë për një ekip më të lartë. Po. E po, në qatë një vit, që ata djemë që thëshin shko me zi të shpia, a i ki zgërdhinja, u bëjsh e golat, i tranëshin fush. Ja, unë luj për mrapa, nuk jam. Mbrojt. Mbrojt se jeti? Po, po. Okej, bukur. E pastaj... A i ki bo faul? Ja, unë nuk bëj faul. Po, që aty nështë të kanë qojsh, dash me a fut komen nga i herë, nuk një rëzu. Na shkelem. Tash ja bëj, po. E pastaj vazhdove te U18 në Arau. Po më kanë kërku Arau, e të kam shku U14, Arau me lujt, po nuk jam konë shumë e mirë, vish jam konë e shpejt. Amo tërë treninget shumë të mirë i kanë, 3 herë në javë kanë trening. Jam përmësu shumë, e tërë jam bëdhe ma fort në trup, e tërë edhe trikat kanë ardhë, tash jam shumë a mirë si A i ke mësu dhe trikat krejt tashi? Jo krejt. Jo krejt. Amo tash, e ke edhe shpecin, por edhe disa trika i Po, bën. shpejtësia është. A haloj e mbrojtje? Po, E pse s'po të nxjerrin në sulm masi e shpejt? nuk e di. Po edhe mbrojtja është me rëndësi, mu kanë Po. e Edhe shpejt. mbrojtje me po mu kthy shpejt te porta, apo se? Po, për shembull. Okej, se unë me futbollin jam shumë larg, në të drejtën. Më fol për futboll si më fol për aeroplana është. Unë s'para marr vesh shumë, po të paktën e di kush bën një gol. Masi ta shënojnë. Bërtasin ata bën një gol, bërtas unë. Se di kush e ka bëvë, bërtas. E tash sa herë në javë ushtron? 3 herë në javë. 3 herë, po. 3 herë në Me javë. FC Arau. Po. E me kombëtaren. E tash jo, si erdhi momenti me shku te kombëtarja, para se me dal te ushtrimi. Si erdhi momenti me dal prej mu kërkuti nga Shqipëria. Si ke bo kërkesë, kanë kërku. Unë jam kënë Shqipni me një shoqe tjetër, kemi lujt pak top, e tre kemi pa një gocë, edhe kemi vetalu në top. So nuk e di. Me të ka thonë, po, unë e luj top, luj për unë 19, më duket, po. Me tre kemi fol pak, edhe e ka jop numrin në telefonit mami tim, edhe masane na kanë kërku për Shqipëri, po. Atëherë ju kanë kërku për Shqipëri. Po. A prej fillimit ki dasht me lujt për Shqipërinë në vend se për Zvicrën? Po, se unë jam shqiptare, nuk jam zvicerane. Bravo. Ke linë në Zvicra, mo? Po, kam linë Zvicër. Por Po, unë jam shqiptare. Bravo qo, bravo. Si u pritën në Shqipëri, pastaj, Anita? A të kanë prit mirë në Shqipëri? Vajzat, ekipi, trajnerët, njerëzit atje, si e ndjerë? Po, njerëzit shumë të mirë kanë, ka pas goca prej Amerikës, Norvegjis, shumë mirë kanë, edhe jam kanë shumë krinare, kur më kanë thënë, Anita je kapitene. Ti je kapitene? Po, Jam mërkosh Anita kapitene me... Bravo. Ku je be Anita? Bravo qoftë. Ti je kapitene të që e U15-shit në Shqipëri. po. Bravo qoftë. Je prit mirë, vazhdo në tjesh atje. Sa herë në muajt, apo si e keni tash me Shqipërinë? Kur kemi ndeshje, shkojmë në Shqipëri, amo. Jo shumë herë. Vetëm kur keni ndeshje? Po, Ushtrime Shkojnë kështu Shqipëri. halajoni. ja. Okej, Në tardhë. je vetëmja prej FC Arau që ke shkuar U18 që të kanë marrë në Shqipëri, apo ke pasë të tjerë? Jo, edhe një shoqe ime
Elda, luan me mu. Edhe një shoqe jote ja Po. luan me ty në Shqipëri. Po. Pra kur keni ndeshje. Më keni ndeshje deri sot në Shqipëri. Sa ndeshje Në keni cilin pas? qytet? Na kemi pas 3 loje. 3 kemi lojë. Pas, po. Me kë i keni pas? Me Kosovën, Një me Kosovën, me Macedoninë, një me Maqedoninë, edhe me Estoninë. e me dhe Estoninë. Po. I keni humbur apo i keni fituar këto tre ndeshje? Kondër Kosovën kemi hup. Me Kosovën keni humb? Po. Ju ka mujt Kosova? Po. Bravo Kosovë! Bravo Kosovë! Njësoj është si Kosova si Shqipëria. Po. Okej, A ka një me Maqedoninë? Macedoninë e kemi mujt. I keni mujt. Po i kemi mujt në penalti. I keni mujt me penalti. Pra, ju pas kanë lodh pak, a? Okej. Me Estoninë? Edhe kundër Estoninë kemi fitu. Keni fitu. Bravo. Po. Pa penalti. Jo edhe penalti. Me penalti keni Po. fituar me Estoninë. Pra, 2 fitore një humbje. Po. Okej. Bravo. Shumë mirë. Kaç pasion e ke futbollin Anit? Kaç e don, kaç shumë e Aha, don? po, shumë e du futbollin. Unë kam qenë shumë e vogël i kam dosht sportin. Krejt sportat i kam provu, ama futbolli është për mua si. Kur kam probleme, unë shkoj me lujt top. Çfarë probleme mundesh me pasti më Anit, Në 14 shkollë. vjeçore? Në shkollë. Ke ka reknuar si pagun ti më, bryfkashën se hapti ndoshta, ëh? Jo, në shkollë kur kam shumë stres. Kur ke shumë stres, në Po. shkollë shkon e luan futboll. Po, Bukur, në Shqipëri të kanë lënë në mbrojtje përsëri siç ke qenë këtu në Rau? po, Në mbrojtje edhe në Shqipëri. po. Bukur, pretendon diçka më lart? Çfarë pretendon në të ardhmen? Me kë ke dëshirë me lujt? Me Barcelonën. Me Barcelonën? Po, A jetu punun këtë drejtim? po normal, duhet. Bravo. Bravo. Shumë është interesant Marash, a? Shumë. Unë fakt për djemë të di, po vajzat me qenë kaq guzimtare me dashka shumë futbollin është E kem pas një herë një lojtare në emision, Riola Gjemali. Po. A, një lojtare. Po, Gjemali, po. Lunë Gjermani tash më duket, ha? Në Freiburg. nuk e di, e ka heq followin masi e kena promovu dhe se më intereson më ata. Ajo e ka bën intervistën, e ka heq followin edhe tash se di ku lun. Po prapi i urojmë sukses. Prapë ju urojmë sukses, ne prapë se papa, më me ditë se di. Bukur. Në Barcelona kjo është një ëndër e jote që Po. ki dëshirë me realizu në të ardhmen. Se është ekip shumë e mirë. A kina idol një lojtar ose lojtare? Një shqiptare Svedës lunë shumë mirë, nuk e ka marru emnin. I Suedis, Po, shumë lojtarë është të mirë. shqiptare. Po, Po, luan mirë. po shumë mirë. Në Shqipëri pra. Vjen nga ose, Jo apo lunë në Suedi. në Suedi. Po. Ah, okay. Po, mu pëlqen Messi, nuk... Messi? Po, Sa dashta me të pyet, ma mirë Messi a Ronaldo? jo, Messi më Messi? pëlqen mu, po. Pse Messi më mirë Për se ty, Ronaldo? Altin, ma mirë Messi a Ronaldo? Se di be gjigant që me thonë drejtën, jam pak, Unë e kisha thënë edhe Ronaldo. unë për Ronaldo jam me thonë Ja, drejtën. ja. Nuk e di. Messi Ban, duket pak nuk më i ban. ftoftë si njeri, A, Ronaldo nuk bëhem është pak balans. Unë më për social, Ronaldon- është më ndryshe. Messi duket pak më arrogant, më i ftoftë. Jo, Ronaldo është më arrogant. Ja, tash na përpërlohemi sa dush Anita, po Ronaldo është më Kjo është një më temë. paktën edhe ka ardhur në Shqipëri për tërmetin kur ra me taku atë djalin e vogël. Pra është njëri që unë e vlerësoj Ronaldo. Në dhe është rrit me sakrifica dikur. E kështu që Messi më duket pak më një madh më Anit, se du fort. Jo, moj. Jo më i, unë jam mër, nuk jam më i. Morë. Më Anita. E në Kosovë shkon shpesh? Nuk shkojmë shumë shpesh. Ama, As ke pas dëshirë me lujt për Kosovën? jo, unë e bëdu me lujtë ku që zi. Ku që zi? Po, se unë jam shqiptare. Kosova dhe Shqipëria një janë. Amër gjigant. Bravo. Shqyqyr që Tash ka. mirë ke fol, Anita. Kosova, Shqipëria janë një, po du me lujtë Kuqezi. Pra, gjithë Kosova është Kuqezi, kështu që shumë mirë ke je përgjigj. Bravo, Anita. Sa shpesh shkon në Kosovë, kështu me vizitu Kosovën për qef? Na kemi shku tash një herë në vit. Njerë në vit. Po. Nga cili vend Kosovë, se dia ka thënë? Prizrenit. E Prizreni? Po. A, dhe unë e Prizreni. A dhe ti prezidenti ja? Po, dhe unë e Prizreni. Me Zohëm përshëndet. që unë joftë. A di se çdo javë kemi misafir nga Gjilani, tash një herë mirë me pas dikan nga Prizreni. Po, jo, ke pas dhe ka pas dhe herë në porë. Vetëm me që emisionin Me po paralel. gjilanisht. Me po paralel. Bukur. Këtu në Zvicër ku jeton? Argau, kanton Argau, në Rajna. Në Argau jeton. Bukur. Familja, motrat, the nuk luajnë më.
A dilni ndonjëherë familjarisht me babin, me mamin, me motrat, me bëni lojë kështu për çef? Jo, se motra ime ka vra kamën, e tjetra ka nis atletik. Po, Okej. e vlla im nuk lun më hiç. E prindërit a luajnë ka herë? Me mamin ka një herë dhe babin. Po, Në me mamin cilën pak ma pozitë shumë. ka luajt mami? Mami ka lut krejt i ka lut mirë. Po, Po, e baba? babi në sulm duket. Po, Sulm ka ka qenë lut. babi. Okej, bukur Po. shumë. Bro, kanë luajt për çef apo kanë luajt me në ekip? Ma shumë për qef. Ma shumë për çef. Bukur. A ndihesh më rahat të U16-shi apo të U15-shi? Në Arau në Shqipëri? A në Arau apo në Shqipëri? Ku ndihesh më rahat ku luan? Në Arau. Në Arau. Se i një njerëz ma shumë. I njerëz më shumë flet më Po. gjuhën se në Shqipëri dhe nuk i kupton, e kupton? Ja. Ka një herë i kuptoj, ka një herë pak më... Po, pak problema me i Po. kupton. Këta lojtarët të kombëtarës Kuqëzi, a janë shumica të jashtit, si ti, apo janë nga Shqipëria? 3 goca janë për Norvegjis, një për Amerikës, unë edhe shoqja ime për Zvicrës, 3 goca, Janë Po. nga Norvegjia. Norvegjia. Po, Shumica të diasporës, të jashtit, jo të... Jo, krejt tjerët janë për Shqipërisë. Gocana s'ka hiç, ha? Gocana. Gocona? Ha. Qa është gocona? Gocana. Gocona? Ha. Qa është gocona? S'di me ta përkthej, ose unë s'di çka. Një mik apo një histori që e kam dëgjuar, unë shkon një orë nga Kosova në Shqipëri, edhe e pyet një nga Shqipëria, ky nga Kosova, nga Shqipëria, thot, qa bere, si kalon, sa kalama i ke, tha kam, aje e pyet të Kosovës, sa kalama i ke, edhe ky, gjas me po i flet me gramatik, tham, kam një gocë, 2 gocana. Pra, dashëm i thonë një vajzë, e 2 djem, edhe një gocë, 2 gocana, pra këtë desha me lidhë. Kjo ishte si lloj shakaja, Anita. Ale më thuj pak kush është lojtari preferuar në ekipin nacional të Zvicrës dhe në ekipin nacional të Kosovës dhe në nacional të Shqipërisë. Me kë je ti që simpatizon më shumë si lojtar? Për ekipit tim? Prej ekipit kombëtar të Zvicrës që luajnë ekipa Nacional, me nacionale. shkujve, për shembull. A i njef lojtarët e Zvicrës që luajnë me ekipi i nacional? Po, ama gratë nuk i një Jo, e burrat, po flas për këta burrat, ekipi nacional të burrave. Po. Gjaka? Gjaka është Po. në Zvicër i preferuar, apo jo? Po. Në Kosovë? Muriqi? A të bon mami, jo, Muriqi? Xhemail rritu bon mami, s'di çka e të thonë diçka aty, nuk e di. Muriqi po thu? Po. Muriqi të pëlqen në Po. Kosovë, ha? Po. Okej, në Shqipëri? Kosova lun pak ma mirë të burrat. Lunë më mirë se Shqipëria? Po, për mu. Lun bashk ma shumë për ekip. Në Shqipëni lun pak, që që thot, vetjaka janë. Bravo. E kuptova çfarë do të thonë. Po. Pra nuk japin pasa shumë në Shqipëri. Ja. Në Shqipëri secili ka qenë me gol vet, apo? Po. Çështu mentaliteti Në shqiptar. Kosovë ka më shumë pasime, ka më shumë kombinim me njëri Jam tjetrin. pëlqen mu. Po. Kurse në Shqipëri secili ka qef me shënu vet. Po, se edhe une. Portieri ka qef me shënu gol në portierit. Shqiptar, ma. E kupton? Shumë interesant. Shqipëria gjithmonë ka vujt prej kësaj, me thënë drejtën. Solo shqiptar kanë arritur shumë. Shqiptarët janë suksesshëm si individa, në kolektiv janë dështuar. Edhe gjithmonë e kam vret, është shumë e saktë kjo që gjithmonë na ka bën nervoz kur humbte Shqipëria, kanë pasur raste me shënu gjithmonë, por ai që shkonte deri te porta me shënu, jo dhimbte mja hedh i tjetrit me bë. Ky po tentoi të vetë edhe humbte golin. Pra kjo ka qenë mirë pas ke kuptu, Po. Anita. Te ekipi FC Ara ose te kombëtarja ku luan për Shqipërinë, a luajnë bashk apo ka edhe atje vetjake? Normal ka vetjake. Ama mu më pëlqen në Arau se lujmë bashk. Po. Ama ka njëherë normal. Kretë njerëz ka njëherë dojnë me lutë vetë. Ama në Shqipëri lujnë shumë bashk. Pëlqen. Bukur. Anita, çfarë mesazhi ke për vajzat që kanë dëshirë me luajtë futboll? Nuk ban mu dërzu kur të folin njerëz
a babja, djemta, burrat me thonë, ti e gocë, mus luj top. Shko balet anaj sen. Luj top, donë me luj top. Donë me bë balet, ban balet. Po. Bravo. Bravo. Po. Me zgjedhve? Mesazh i mirë. Bravo, shumë mirë këta. Okej. Tash jemi në minutat e fundit të kësaj interviste bashkë. Çfarë mesazhi ke për shikuesit e Folship Show-t? Janë milionet zuschauerin nga në veld. A mu me falenderu do njerës? Ka dojnë zemra ty mëre, futja me grejt, veç mos e qërë shumë gatë, se Jo. nështë ta e ke fisin e madhë. Jo. Falenderoj trajniret e Araut, edhe stafin e ekipit tim në Qipëri, edhe ju falenderoj juve, se më kini jap shansin këtu me full. Po. Falenderit. Bravo, Ani. Okej. Urojmë shumë sukses. Edhe ne të falenderojmë ty që ke arritur kaq shumë dhe po luan mirë, edhe je shumë e shpejt. Edhe faleminderit që ke ardhur sot në Folship Show. Edhe vazhdo mos u ndal. Mos e pyet babin, as mamin, as burrat, hiç mos e pyet. Dhe vazhdo het përpara, okay? Faleminderit. Me duar Turqit, ju në Big Up von Jonas, Anita Boçaj.